Me organizim të klubit letrar Gjon Nikol Kazazi në Gjakov, nesër mbahet edicioni 61 i mitingut të poezisë. Kjo ngjarje kulturore pothuajse çdo përvjetor ballafaqohet me vështirësi financiare të organizimit, por krijuesit asnjëherë nuk e lënë pa e shënuar. Kështu thot profesor Muharrem Kurti, kryetari i klubit. Këtë vit jemi refuzuar nga institucionet përkatëse me një arsyetim se përfaqësuesi i klubit është punojës i kulturës dhe ka konflikt interesi. Ndërkohë ne kemi kërkuar me gjetë rrugëzjedhje, më në fund për të mos e kputur do ta shënojmë mitingun e gjallë të NIP, që është aseti më i rëndësishëm letrar mbar shqiptar, dhe kemi krijuar disa pika programi, hapet me temën e tribunës që është letërsia pasqyrim i kohëve moderne. Ndërkohë vazhdon me promovimin e librit të Jusuf Buxhovit, romanin Udhëtimi në kohë. Jusufi duhet ta themi që është pjesëmarrës dhe themelues mitingun e parë, e kemi fatbarësisht dhe vazhdojmë me orën letrare ku do lexojnë poetët. Profesori Kurti gjithashtu tha se tradita e mitingut është e gjatë dhe për hir të traditës, angazhimet dhe kërkesat tona janë të vazhdueshme, që në secilin edicion të kemi risi dhe pjesëmarrje të sa më shumë krijuesve. Kryesia e klubit letrar ka marrë këtë qëndrim që të mos ta kputim, ta vazhdojmë këtë traditë madhe, duke shpresuar që institucionet tona do ta marrin përsipër këtë aset letrar dhe kulturor, dhe në vazhdimet e tjera ta buxhetojnë dhe ne t'ju afrohemi vullnetarisht, se ne bëjmë punë vullnetare për hir të kësaj tradite të madhe, për hir të këtij niveli shumë të shquar që ka gjatë të një vjet se ka askush një aktivitet të tillë, dhe pikërisht gjatë të nishin ne nuk po lëm pa shënuar. Kujtojmë se rëndom kjo ngjarje kulturore është mbajtur në muajin maj, por këtë herë është një arsye që mbahet në nëntor, tha profesori Kurti. Kemi qenë të shtyrë, jo që ne po hapën konkurset më vonesë, zakonisht përpara thirrjet publike bëheshin janar, dhe në qenë janar jemi gati me projekt. Ne nënkuptoni sa puna duhet për përndetësim, me gjithë llogarinë, më shku me marrë në gjykat e tjera, një kohë të mërshme, shpenzimesh, gjitha i krymë dhe më në fund vjen tetori, vjen shtatori dhe marrim përgjigje negative. Nuk është ne që s'duam tamam në kohën e tina. Kohëve të fundit që dytrisht po bën thirrje publike shumë vonë. Nuk po bën siç bëheshin edhe siç bën diku në janar. Të gjitha thirrjet publike për aktivitete kulturore dhe letrare po t'ishin janar, ne e dim riskun. Mitingu i poezisë në Gjakov është një aktivitet i vjetër poetik i zhvilluar me nismë në një grup i poetësh, dhe që atëherë deri më sot ai nuk ndërpreu kurrë dhe nga viti në vit ka shpalosur vlerat e letërsisë shqipe nga të gjitha trojet shqiptare, duke shndruar kështu jo vetëm mitingun, por krejt qytetin emblematik të Gjakovës si një vatër të ngrohtë të poezisë shqipe.